në teren janë të shkëlqyshëm, kurse ata gazetarët janë sërbë, marrën nga $20,000 në muaj, si Bushati, Merat, Ylli e të tjerët. Pra, ata janë anti-shqiptarë, po ata do vënë në burg shumë shpejt. Pra, të dashur shqiptarë, unë i porosit edhe dyqanet që janë në Vërdall, rreth Skënderbeut, u hipni shqiptarëve kur të vinë më 13. Policia do jetë atje, jo e armatosur, do të jetë edhe ajo në demonstratën paqësore. Pra, kjo është koha e juaj, erdhi koha e juaj. Dhe unë djeva kënaqësi që erdha në këtë televizor, po e them hapur dashur bashkëdhetar shqiptar, më ka kërkuar gjithë televizorët klani. Ai klan do mbyllet. Top Channel ai do mbyllet, që janë anti-shqiptar. Edhe gazetarët e vite që janë atje, pra nuk kam desh të vinje. Pra erdha në këtë televizor, jo pse jam përpara televizorit, se u flas me shqiptarët hapur dhe troq. Me mua i ke gjerat hapur. Erdha sepse është një televizor, pavarësisht se e shoh brenda jo aq i pasur, sepse nuk e lini ju. Ju lini klanin, i klaneve, i francezëve, ju lini Top Channel, i serbëve, i grekëve. Pra, erdhi koha shqiptar të thoni të vërtetën. Qartë. Profesor, edhe një pyetje të fundit kam nga Kosova tani. Si e shifni situatën në Kosovë? Atje po dështon për herë të 24 konstituimi i kuvendit të ri dhe formimi pastaj i qeverisë. Po Kosova është gjysma e kombit shqiptar. Me që se më zure Kosovën, unë e di mirë situatën e Kosovës, para se të beshje zgjedhje të dashur kosovar, u erdhi lajmi. Thanë që mos votoni Kurtin, pavarësisht se është djalë i ri. Pra, edhe unë Kurti më ka dërguar njerëz më përpara dhe përsëri më dërgon dhe i dërgoj. Unë i kam thënë Kurtit dhe atij parlamentit që është, nëse ju nuk vini këtë flamur, ju nuk keni për të zgjedhur me. Do keni zgjedhje teknike, përsëri e njëherë, kur të hiqni atë flamur sërb, do vini këtë flamur dhe ky flamur i tjetër që u çlirovi. Të dashur kosovar të UÇK-s, a e mbani mend se kur fillovi para se fillonte lufta, rrugova e filmosi që të mos hynte Amerika në Kosovë. Berisha e filmosi të mos hynte në Kosovë. A pyet Amerika. Presidenti Clintoni e mori vesh vetëm kur i vajtën 5 minuta i thanë lexoje letrën në publikun amerikan. Avionët ishin nisur për Serbi. Pra ajo Amerikë u çlirovi. Amerika është si shtëpia jonë, të dashur kosovar. E unë e di që ju e doni Amerikën. Amerika u çlirovi dhe vini flamur shqiptar. Në krahun tjetër flamur amerikan. Kosovar. Eja një më datën 13. Ne nuk u lem në asnjë mënyrë. U a bëm siç kur vut presidentin e parë. Është hapur fjala që presidenti është tremur. S'është e vërtet. Nuk e gjen asgjë. Është në kontroll çdo gjë. Mos keni frikë nga serbët, se Kurti thot serbët po i kemi afër. Të dashur shqiptar, kosovar, vëllezërit e mi, patriotët e Shqipërisë, mos u tremni fare. Serbia nëse lëviz, parë herdo jo në kufin ton, se ne kemi deri në Beograd, nuk do të ketë më Serbi, e dim fare mirë. E dim fare mirë dashur bashkëdhetar shqiptar. Kosovar, Malizi, Maqedoni duhet ta kuptoni dhe Shqipëria nën. Lufta e tretë botërore është hapur dashur shqiptar. Pavarësisht se gazetari nuk po tha po un po e përsërit. Po në fakt me situatën e Ukrainës. Ukrainës. Pra Ukraina ka 2 vjet e ca që lufton. Të dashur shqiptar, edhe Evropë si them ta dëgjoj mirë. Putini po donte për 24 ore kishte marrë Ukrainën. Ajo është lojë. Ajo është lojë për armiqtë tonë shekullor. Ta din Franca, ta din englezët. Ne kemi vetëm 2 miq. Kemi Gjermani që është tona, dhe Austria, është gjaku jonë. Të dashur shqiptar, lufta ka filluar dhe do bëhet shumë e keqe me ditë e me javë. Pra, mos u tremni. Qëllimi i kësaj lufte është bashkimi i Shqipërisë me kufin të natyror.
me atë që kanë ndeshur patriotët tonë, me atë që janë vrarë, vërtet ne jemi thyer të dashur bashkëdhetar shqiptar, po kurriz nuk ja ke kthyer. Ajo çamëria që ndodhet është e jona. Kosova është e jona, është krahina. Malizi është e tona, princesë. Sidomos Maqedonia që e ndrovi Greku dhe e vuri Maqedoni e Veriut, a ishtë Maqedoni Aleksandri. Edhe Kosovën, a i flamur që është vënë, po t'i shgoni ngjyrat janë franceze dhe serbe dhe greke. Jo, erdi koha e bashkimit. Unë them kosovare, Malizi, Maqedonis, e janë i më 13 me flamur e Skënderbeut. E janë i kosovar që e doni Shqipërinë. E në kone komunizmit vuanit në për Amerikë. E doni Shqipërinë, pavarësisht se kush ishte. Pra, këshilla ime është ju deputetët e parlamentit të Kosovës, dohet qeveri teknike, dohet me deputet të ri, me ata deputet, edhe ata kanë vjedhur, si në Shqipëri, si Maqedonia, Malizi dhe Shqipëria kanë bërë të njëjtën, i kanë vjedhë Kosovarët, i kanë vjedhë Shqiptarët, u kanë zirë fëmijët jashtë, si në Kosovë, e në Maqedoni janë jashtë, por do vinë të rinjt, intelektualët, dhe Kosova do tjetë bashkë kryesorja e Shqipërisë me kufin natyrore. Qartë. Profesor, me këtë dua ta mbyll, nuk do të shtoj asgjë tjetër pas kësaj fraze. Unë ju falenderoj për pranimin e ftesës dhe për faktin që ishit këtu me mua në studio dhe për mesazhet tuaja. Edhe unë ju falenderoj për ftesën që më betë, dhe si thonë shqiptarët, inshallah u befshi një televizor t'ja kaloni ati klanit të klaneve të francezëve dhe Top Channel. Ato do mbyllen shumë shpejt. E janë të mbyllura, që është e vërteta. Faleminderit. Pra arrestime popull do bëhet çdo ditë, çdo minutë. Me minuta e keni. E njëherë falenderoj. Falenderoj unë juve. Faleminderit. Mirë, ishim me profesor Pëllum Pilinçin, kryetar i Partisë Shpresa Demokratike, folëm në fakt për aktualitetin politik post-zgjedhor, për situatën e Kosovës dhe për situatën ndërkombëtare, gjithmonë duke u fokusuar tek shqiptarët dhe tek shpresat e tyre për të ardhmen. Një shkëputje e shkurtër dhe rikthehemi vetëm pas pak. Mirë, jemi rikthyer në një pjesë tjetër këtu në aktualitetin në TV. Do të flasim për një problematikë e cila ditët e javës së fundit ka mbajtur pezull opinionin publik sa i takon sigurisë ushqimore, lidhet pikërisht me rastin e zbulimit të bakterit të salmonelës në një kopsht publik në qytetin e Gramshit. Pati reagime politike, pati gjithashtu edhe nga institucionet përgjegjëse, megjithse, si të thuash, u akuzuan fakt publikisht edhe për vonesën e tyre në ndërmarrjen e hapave të nevojshme. Për të diskutuar pikërisht për përgjegjësinë publike që lidhet me rastin e pikërisht të salmonelës në qytetin e Gramshit, në një kopsht publik, po edhe më gjerë se kaq sa i takon rasteve të tjera të sigurisë ushqimore, përgjegjësisë publike dhe politike. Unë kam kënaqësinë që të kem në lidhje të drejtë për drejtë me mua sociologen Entela Binjaku. Entela, shumë faleminderit që jemi së bashku. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Tani, ishte një rast i rëndë, ne duke biseduar së bashku, po flistim pak edhe për ne që jemi prindër edhe që kemi fëmijë në kopësht, edhe që është vërtet një rast që na bën të reflektojmë edhe të mendojmë në fakt mbi të ardhmen e fëmijëve tanë, mbi përditshmërinë e fëmijëve tanë, po pyetja ime është kush mban realisht përgjegjësi kur fëmijët helmohen në një institucion publik? Afërmend që përgjegjësia është atyre që kanë në kujdestari mbarvajtjen, shëndetin, cilësinë e jetës së këtyre fëmijëve. Pra, institucionet që kanë drejt për drejt lidhje me ta dhe që kanë detyrim pikërisht mirëqenien shpirtërore, shëndetësore, emocionale të gjithanshme të këtyre të miturve. Në radhë të parë. Në radhë të dytë janë komuniteti jashtë këtyre institucioneve, ku ka shumë aktorë, përfshirë edhe ne që flasim, përfshirë edhe prindrit, të cilët drejt për drejt lidhen dhe ata. Them kështu sepse të miturit janë përgjegjësi e drejt për drejt e të rriturve. Shëndeti tyre është detyrimi ynë. Ndaj, pasi të ketë vepruar drejtësia dhe pasi të ketë vepruar, si të themi, shith
zinxhiri ligjor i përgjegjësisë së aktorëve të lidhur drejt për drejt, mendoj që është radha jonë si shoqëri që të fillojmë të mendojmë seriozisht se çfarë bëjmë ne konkretisht për mirëqenien e fëmijëve tanë. Sapo kemi kaluar 1 qershorin dhe ajo është një ditë botërore që festohet në fakt jo në të gjitha shtetet e botës në datën 1, por është një ditë e përmasave botërore për t'i treguar shoqërive mbar botës që e festojnë këtë ditë se fëmijët janë detyrimi ynë. Absolutisht. Për këtë duhet kujdesemi. Në fakt, prindrit, shteti apo shoqëria që hesht është pyetja lidhur edhe me vonesat që pati në fakt ky rast edhe për t'u zbardhur mediatikisht, po pyetja ime është, duke marrë shkas nga këto ngjarje, sidomos në rastin e prindërve, a ka rrezik që të rikthehemi në kulturën e mbajtjes së fëmijëve në shtëpi, pra të fillojmë që t'i heqim fëmijët nga kopshtet apo të tregohemi, si thuash, më të kujdesshëm, po deri në bezdisje në kontrollin e kësaj sigurie ushqimore, nuk e di. Po, kjo çështje është, për mendimin tim, është shumë komplekse, sepse merr shkas nga një aksident i rënd që ka të bëjë me shëndetin e tyre, me shëndetin e fëmijëve. Unë e quajta aksident sepse ende nuk di një version përfundimtar të situatës, por po e konsideroj kështu sepse asnjëherë nuk mendoj se ka qenë diçka, një pakujdesi e qëllimt. Mendoj që është një aksident që ka të bëjë ndoshta me mungesë eficiencë, me mungesë aftësie, me mungesë vëmendje, ndoshta me kompromise që kanë bërë për hir të korrupsionit. Duhet i dim këto. Por, kur tema është komplekse, ka të bëjë dhe me këtë që ju thatë. Ne jemi një shoqëri që me vështirësi të madhe kemi arritur t'i qasemi edukimit. Vonë kemi ngritur institucione që kanë të bëjnë me edukimin tonë dhe të kthehemi dhe një herë te pika ku ishim dhe të heqim dorë nga institucionet e kujdesit ose të edukimit edhe të kthehemi familjeve. Të kthehemi gjyshërve, të kthehemi shtëpisë prapë. Po. Ndaj edhe rreziku i parë që lind në këtë rast është për shkak të humbjes së besimit tek institucionet shtetërore ose institucionet publike, të rikthehemi edhe një herë aty ku mezi kemi dalë dhe kemi qenë, si të themi, të dëshiruar për të dalë. Ndaj ekziston ky rrezik sigurisht, sepse të mos harrojmë edhe në masën e madhe të njerëzve që sot janë prindër, ka ndër ata që e kanë shumë të zorshëm të ndërtojnë ura besimi me institucionet, për hir të mentalitetit të tyre, mungesës informacionit, ngritjes ulët kulturore me radhë. Po ka prindër të tjerë, të cilët janë mjaft të vetëdijshëm për rolin që ka në mirëritjen e fëmijës institucioni kujdesit parashkollor ose institucionet paraarsimore. Dhe për këtë arsye, ata janë të vetëdijshëm që mbajtja e fëmijëve në shtëpi nuk është rruga, përkundrazi. Ajo është një rrugë që mund të jetë e justifikueshme në raste të veçanta, por kurse nuk ka për të qenë një zgjidhje. Dhe këta prindër duhet të jenë së bashku me të gjithë prindërit e tjerë, një forcë më e madhe ushtrimi presioni. Frika ime është në rastin konkret se jetojmë në kushtet e një klime të përgjithshme, një lloj presioni që kemi secili prej nesh, veçanërisht për ata që punojnë në institucionet publike, për të ngritur zërin për një situatë që ndodh brenda mureve të institucioneve publike dhe për këtë arsye e mbajnë fshehur, nuk preferojnë të ndjehen, nuk mbajnë qëndrim, nuk tregojnë zëshëm, të themi, qëndrimin e tyre kritik, edhe për këtë arsye situata, sikundër ju thash, bëhet edhe më komplekse se ç'është. Ju thatë pikërisht ndërtimi i besimit mes prindërve dhe institucioneve. Kjo është me sa unë arrita të kuptoj, është kyçi, thelbi i kësaj çështje. Megjithatë, kur vim tek institucionet, nëse ju e keni ndjekur këtë rast, ka patur mjaft hapësira, mjaft boshllëqe, ka pasur mungesë koordinimi, ka pasur vonesa në raportim. Madje nga disa burime është raportuar që kompania që ka fituar tenderin e ushqimit, kompania private pra, ka bërë madje edhe presione për ta mbajtur të fshet këtë si ngjarje. Si e lexon të gjithë këtë situatë tani në këndvështrimin e institucioneve? Mendoj që historia për aq kohë sa u përpoq që të fshihej në një farë mënyre e vetë identifikoi situatën, pra tregoi që aty ka probleme, ka shkelje, ka
mungesë përgjegjësie, ka papërgjegjshmëri për aq kohë sa gjithkush u përpoq që këtë histori ta mbante sa më mbyllur në mënyrë që opinionit të mos i paraqitej. Do të thoni ju, a kanë vepruar drejt që kanë dashur ta mbajnë kështu? Mendoj që ajo nuk është zgjidhja, sepse kur sot ju lindi këtyre fëmijëve dhe atyre 17 familjeve, nëna, prindër dhe baballar të 17 të miturve, ajo nesër pas nesër mund të përsëritet në 17 fëmijë të tjerë apo fëmijë të tjerë në kopshte dhe institucione të tjera parashkollore të Shqipërisë. Ndaj edhe për këtë arsye nuk do duhet të mbaj heshtur. Ndërsa sa i takon asaj që ju thatë, përshtypja ime nga çfarë kemi ndjekur përmes mediave është që në këtë histori topi i ka kaluar her njërit her tjetrit. Pra neve si opinion na është përcjell më së shumti një kalim i faj, i ashtu quajtur faj, pra përgjegjësie nga një institucion te tjetri dhe sipas asaj shprehjes që thot populli, faj mbetet jetim. Ndërsa për këtë arsye është një detyrim i institucioneve të ligjit mbi të gjitha që të marrin vërtet masa për ta zgjidhur të çështje siç duhet dhe gjithkujt t'i shkojë përgjegjësia që i takon dhe jo ky faj të mbetet kështu siç tham dhe askush të mos ndëshkohet padrejtësisht nëse vërtet nuk ka përgjegjësi për këtë situatë. Kurse sa i takon në biznesit sipërmarrjes në kapitalizmin shqiptar të këtyre 3 dekadave e gjysmë kemi parë situata nga më të ndryshmet. Nuk përjashtohen edhe sipërmarrës që bëjnë presion sepse reputacioni tyre vjen në diskutim, se tenderat, parat që ju shkojnë, fillojnë edhe lëkunden, në qoftë se ata kanë probleme të këtilla me konsumatorët, apo me fokus grupin e tyre, cili do qoftë ai, ndaj dhe nuk e përjashtoj domethënë që të jetë bërë edhe një presion i këtill, sepse nuk e përjashton dot nga tiparet e kapitalistit të ri shqiptar të këtyre 3 dekadave e gjysmë, sikundër natyrisht ka sipërmarrës të tjerë mjaft serioz, të përgjegjshëm, që kanë angazhuar në ekipet e tyre të sipërmarrjes njerëz serioz dhe profesional. Është e vërtet në fakt gjithë kjo loja me pasa midis institucioneve duke